arsye, më tjetra është me mirin, më tjetra është me mirin. Ti bjen me këmbët e tua, me mirin. Po, çfarë ka mirin? E kishi zgjedhën vullnetare për ti. Ti me lut lojën tane tamam. Kunata të erdhi pastaj shtet bërpafshim. Çfarë bëron? Po mirin. Në moment që kunata ime erdhi. Çfarë ti më prek me bazë? Kush e ka prek mirin? Po gjithë ne me që afrohesh. Edhe tani. Edhe tani më janë, hajde këtu kokën këtu, bjerë dorën këtu. Shpifjet e tua nuk kanë qenë kështu. Shpifjet e mia. Shpifjet e tua kanë qenë si sheftan publiku më. Shiqyr që si jena këtu vetëm ne. Bravo. A kupton, na gjikon një juri. Tu kena publik më që i shohin ta. Mbarove? Se un kam kënë 30 ditë jashtë. E di se si je njëri aq i shëmtuar sa që fjalia jote. Do un kam dash për më ardh me të kthy. Gerti, ti je aq i shëmtuar se shëmtuar në shpirt, se që fjalia jote, ja do mbaroj unë pastaj me ti mas qaro se ke patur kohën për të reflektuar. Ja, po prit unë do të bëj një pyetje tani. Jo kam frikë se ka bëj se si ti. Në raportin ke qef për të vazhduar jetën, a kupton? Ti s'do më negjua s'kërken. Jetën ku? Çfarë? Jetën tane më, jetën tane. Ti s'do më negjua s'kërken. Jo, unë dua jetën time ta vazhdoj për çështë familjesh. Kjo është kuptimi që ti bën. Ti kjo është që ti bën, që ti thua fjalë nuk ban përgjegjësi dhe nuk ke trimëri dhe burrëri për t'i thënë njerëzve apo nuk keni gjën vllajin. Se se një gjën vllajin. Rrim prapë me mirë. Tu preke. Mbarove? Kjo është loja jote. Pse nuk e ke fut? Gerti, pse nuk dëgjon? Po jo më s'duhet të dëgjoj kur flet. Ti po vetë se nuk dëgjon, ti ke frikë të thesh përgjigje. Për çfarë? Okej, apo të bëj një pyetje. Pse ti? Prapë trofat pyetjen? Jo, po do ta ndrojmë pyetjen për sa kohë ti nuk je i aftë për të shkuar për të ndonjë një përgjigje? Jo, si e njeh. Se më aftë jeti më Selin. Përse ti një burr zotëri, malësie, i cili mbron fort parimet e tua, edhe mbron fort atë figurën maskullore që i përket zonës së veriut, kur thua fjalën, kur thua një fjali, me nën kuptim, e ke frikën dhe zero burrëri për t'i thënë publikut dhe atij personi që ti ja thua kuptimin e vërtet përse ti po ja thua atë fjalë. Po ti ke flirtuar me mirin? Jo. Ti ke flirtuar me mirin? Dëgjoj, mua më lumturon shumë edhe them shqyr që ti ke flirtuar me mirin. Ku din ti si do të marr në qafë djalin e huaj më? Bravo. Në nuset vet. Bravo. Ku e di mirë që mua po merr në qafë? Kush? Miri. Lena më mirën, po flas për ty. Sepse unë shumë dua të jetoj. Se mirë, 46 vjeç që ka pasur eksperiencë. Shikoj që ti prap ka problem. E kuptoj që ti je shumë vështirë për të reflektuar. Ndoshta mirë se ka problem. Lojot, tipologjia karakteri jot është shumë vështirë për të reflektuar. Pse nuk lun lojën siç e lun Juela? Siç e lun Baby Gia. Ti kur s'ke për ndryshuar. Gerti, ti kur nuk e për ndryshuar. Dhe unë përballë teje, ndjem shumë mirë. Dhe unë përballë teje, ndjem shumë mirë. Sa për mënyrën se si do jetoj unë jetën time, ndoshta nuk do e kesh kur fatin ta dish, jashtë shtëpie. Por ama ti je sigurt se ku je çaja që do bë, a kupton apo? Mos jam i bindur, kam sakrifikuar edhe marrëdhënien e nusës tame me tezën tane, që nuk kam asnjë pendim fare. Ti nuk e ke problem të sakrifikosh marrëdhënien tënde me nusën tënde. Ti ke një fytyrë vetëm për marrë tënde me njerëz të tjerë. A kupton? Ti do më bën, jo 1 2 3 4 5 6 7. A kupton? Kot pa lidhje. Këtu më sqaru, ti mora më ato që thash. Ato që thashun ti mora më. Mua më ka dhënë të drejtën për të ardhur. Jo, sepse ti nuk e marr. Ti nuk e marr mbrapsht akoma faktin që njerëzit më këtë shtëpi matizojnë, ke një rol shumë të rëndësishëm. Është gjëna për mos më shkutin finale. Por në qoftë se ti rrin me mirin, ti nuk shkon finale motër e dashur. Këtë ti është e pastër. Në qoftë se unë po sakrifikoj energjinë time, tana gjanat ma negative, gati përjashtimin nga loja, për me tërgu ty që ti, po nejte me mirin, ti e dob dhe nuk keme shku në finale, ti pastaj bëj qatë dush. Okej, mërëve? Okej, e kuptova. Ti mbrapsht